Stina e Pranverës e gjen në Bregdetin Adriatik Faruk Kalleshin së bashku me bashkëshorten Lilianën. Sa afërmi ai feston 80 vjetorin e linjës, por gëzon shëndet fal angazhimit të gjatë në fushën e sportit. Faruk Kalleshi është një emër mjaft i dashur dhe respektuar i sportit shqiptar, i cili që në moshën 19 vjeçare është shpallur kampion i Shqipërisë, duke vendosur 5 rekorde kombëtare. Përgjatë karrierës së tij 21 vjeçare, ky peshngritës i talentuar ka arritur të vendosë 116 rekorde kombëtare, duke skalitur emrin e tij me germa të arta në historinë e sportit shqiptar. Për rezultatet e shkëlqyera në shtangë në vitin 1970, ai ka merituar titullin Mjeshtër Sporti, me 1973 titullin Mjeshtër i Merituar dhe në vitin 1999 Ministria e Kulturës, së Nisë dhe Sporteve e ka shpallur nderi i sportit shqiptar. Faruk Kalleshi është nderuar edhe me titullin e lartë Nderi i Kombit. Ky çift me origjinë nga Shkodra prej vitesh jetojnë në kryeqytet, por janë të njohur e gëzojnë një respekt të veçantë në mbar vendin, si një model suksesi në sport dhe art. Në përditshmërinë e tij kudo që ndodhet, në një lokal apo në rrugë, njerëzit e përshëndesin me adhurim Kalleshin, i kërkojnë një autograf apo duan të fiksojnë një kujtim me legjendën e shtangës. Kalleshit janë kushtuar shumë emisione, dokumentarë dhe intervista, duke pakëzuar me epitete të shumta si shtatshkurtri rekordmen, gjiganti i sportit, emblema e shtangës, sportisti legjend, njeriu që frymëzon, modeli spikatur e tjerë. Në një intervistë për CMG, Kalleshi tregon si e nisi rrugën e sportit. E kam fillu sportin me futboll si tanë fëmijët e lagjeve. Pastaj jam inkuadruar në shtëpinë e Pionerit me grupin e akrobatëve. Atje jam inkuadruar edhe në stradën profesionit të qytetit Shkodrës. Trajneri peshngritjes pau tek unë se jam një djalë i talentuar. Me pyeti ku i je, i thami Xhemal Kalleshit. Do të marr në peshngritje, me morin peshngritje. Sapo kam filluar karrierën sportive në shtangë, garën e parë që kam zhvilluar me 6/12 1964 në Berat, kam realizuar 6 rekordet e para kombëtare, gjë që më bani jehon edhe bujo, një talent i ri i dal nga klubi sportiv Vllaznia. Pasohet në gjitha faqet e mediave. Po, fillon duke shkruajt për talentin e sportistit talentuar me perspektivë. Me i herë u mobilizova dhe më shumë për të arritur rezultate. Këto rezultate unë nga gara në garë i kam çu lart dhe më lart, saqë brenda një viti unë arrita të përfaqësoj vendin edhe jashtë shtetit. Mirënjohës fatit dhe atyre që besuan në talentin e tij, ai sjell edhe eksperiencën e paharruar nga 3 udhëtimet disa mujore në Kinë. Shkuam në Kinë në vitin 1965 në maj. Atje në gjithë turneun kam thyer rreth 20 rekorde, veç brenda një gare në stadiumin punëtorit Pekinit që ishin 20.000 spektatorë. Aty theva 12 rekorde. Ishte ambasadori i Shqipërisë atëherë Gjorgji Robo dhe i madh dhe i paharrueshëm Loro Boriçi. Ai veç nga entuziazmi, bravo Harush, vërtet. Edhe kur marrë gara, i tham o profesor, po Harush 1,2 metër 52 kg s'ka mor profesori, thoshte, mëse Harushat janë të mëdha, me humor shkodranit, e ke parasysh. Në Kinë keni udhëtuar 3 herë, por duke referuar eksperiencës së parë, sa ditë qëndruat në këtë turne? Në rrugën e parë që kena bën, kena ndaj 3 muaj në Kinë. Ajo për ne që përveç që një eksperiencë jashtëzakonshme, sepse na mësum stilet e reja, teknikën e re, të gjitha lëvizjet që kishte shtanga, pat me fatin me bas stërvitje, me i pa me sy nga afër kampionat mëdhej botëror. Edhe ishin kampionat që i na thoshim ç'a do bëjmë na në raport. Megjithatë, ato na u vun shumë në nimesën tonë, sidomos në përvetësimin teknik, sepse na ishim shumë mrapa, s'kishim pas as i farë eksperiencë, s'kishim pas as një lloj gjaje. Edhe nga dita në ditë, ne çdo ditë veç bashim progres. Nëpërmjet
këtij turneu 3 mujor, ne rezultatet i qume shumë lartë përpara. Eram kontakt me kampionat më të botëror që ndoshta si kishim pas, si kishim mendu në anër. Ishin thjesht, modest, në animoshin me shumë dashamirësi, edhe rezultatet tona fillun me baj progres të madh. Unë në Kinë kam qenë 3 herë në vitin 1966, 70 dhe 73. Po duke llogaritur se kam nejë 3 herë nga 3 muaj, unë mendoj sepse në atje bana një shkollë të specialitetit të sportit peshqitësh. Kjo mos e ju tregua edhe kur unë arrita lash sportin edhe u bana trajner, kam arrit me sportistët e mia me nivel evropian dhe botëror, me Fetije Kasën e Romela Begën. Unë arrita me korë rezultate shumë të larta. Pra, krejt kjo eksperiencë e madhe në Shqipëri, unë ja dedikoj shkumjes tonë në Kinë 3 herë, nëpërmjet sportit edhe rezultateve që kam pas të larta, unë kam shëtit shumë vende të botës. Por, kënaqësinë, pritjen, dashamirësinë, ndihmesën, në të gjitha drejtimet si në Kinë, është e padiskutueshme, nuk Eksperiencë e paharrueshme? E paharrueshme është. Kur e kujtoj, si thënë që na animoshin me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Edhe sot që ne flasim bashkë, kujtoj ndihmesën e tyre shumë. Mbështetjen e tyre shumë përkushtueshme dhe arritjet tona përgjithsisht, jo vetëm të unë, po të gjithë sportistët tanë, plus që ne e shtrim edhe në për sportistët tjerë që edhe si ishin me ne e shtetit. Por një gjë e jashtëzakonshme ishte sepse na sollën edhe një trajner kines 1 vit. Ai atëherë i dha një eksperiencë shumë madhe dhe trajnerëve të tjerë në përreth e këtu. Do që merita e peshqitjes shqiptare është kryesisht te ndihmesa që na kanë. Panteonin e vlerave të këtij kombi. Ku natyrisht ju keni një vend nderi, ashtu edhe siç jeni vlerësuar me tituj. Them drejtën, unë nihem krenar sepse jam mundu me të shfrytëzu gjithë mundësitë e mia, por në arritjet e mia deri 21 vjeçare, ka vlerë mos me ja bë qefin edhe bashkëshortja ime, sepse edhe ata e kam pasur një trajner në shtëpi. Është një rast i veçantë dhe krejt i bukur, një vlerësim i jashtëzakonshëm bashkëshortja juaj. Liliana Kalleshi është laureate e çmimit Roblix, ndërsa ju jeni nderuar dhe vlerësuar me medaljen e lartë nderi komit. Besoj është një mirënjohje që ju i dedikoni sportit. Normal. Na e vërteta është jena rrit bashkë, jena njoft vegjël. Unë kam njoft Lilianën 9 vjeç, unë kam qenë 14 vjeç, 15 vjeç. Liliana i pat arritjet më përpara mehet, është nderu laureat Republikës me artistat nivelit lartë kombëtar si Baçezela, Tano Banushi, Prangjakova. Si artiste e cirkut kombëtar. E cirkut kombëtar. Këto vlerësime unë mendoj se është fryti i rezultateve që kena arrit. Na i kanë dhënë me merit sepse sot këto janë çmime që i fitohen vetëm me merite, me suksese të rezultateve të larta. Ne i kemi pas të 2 rezultate të larta dhe na kanë nderuar vërtet ashtu. Jam në prag të 80 vjetorit të lindjes, edhe zakonisht unë këtu në mal të Robit, midis pishave dhe detit, kaloj rreth 4 muaj e gjysmë, nihem si një djalë i ri, jam shumë entuziast, kam i kënaqësi, kam i dashamirësi të madhe shumë. Notoj, bëj ecje sportive, zakonisht këtë 4 muaj e gjysmë sigur më gjallënojnë, sigur më rinojnë. Na kena shoqni që në fëmini, por martes kena nga viti 1970, i thënë 56 vite, kështu që Lilianën përveç që e kam bashkëshorte, kam edhe shoqet ngushtë shumë. Në të anë që në moshën shpit pionerit, kena qënë të 2 artistat cirkut, që fëmi, 9 vjeqe, 15 vjeqe, dhe më thanë, kena najtë si shok bashkë. Jam rritë në durët e tia, po u zgjata i fije ma shumë. Kena punu bashkë, ishim të 2 talenta, sigurisht unë cirk, po këtë përveç cirkut, si artist cirkut vertikalist shumë i mirë. Ishte edhe në peshngritje, dhe më thanë vazhdoj edhe peshngritjen, kështu që unë ngela i qik vetëm, me gjithat më Faruku më ka nej gjithkun pas. Dhe më thanë më ka nej mu, në mes ati ka qenë shumë e madhe. Se cirku pa njëri tjetër nuk ka kuptim. Dhe më thanë jeta jonë, pas ajo fejum, më martum, lindëm edhe 2 fëmijë,
por unë i kam nejtë gjithmonë nga pas edhe sportit. Se thonin që Faruku dhe me këpa u martu dhe ta lajnë sportit, se ishe 25 vjeç. Por rezultate nuk do kishte ma. Për kundrazi, rezultatet ecën edhe më shumë, duke mos e angazhuar në asnjë detyrim familjar. Në jetën tonë kemi një peng faktikisht, sepse duke qenë të dy, kjo artiste me famë, unë sportist me famë, dy fëmijët nuk na ngjasun asnjëni. Nuk doqen rrugën e sportit, po u shkollun, me mësime ishim shkëlqyshëm, marrun fakultetet, marrun atë, sot vajza është shumë e famshme në dietologji si mjeke, djali është bankier prapë dhe ai është shumë i suksesshëm në bankë atje. Megjithatë prapë mirë janë të kënaqur sepse na plotësojnë dëshirën e kënaqësinë. Ne tani jemi gjyshër me një dashuri shumë të madhe për nipin dhe mbesën. Ato na rrethojnë me dashuri të madhe, gjithashtu edhe ne dim të japim dashuri. Në mësime janë shumë mirë. Në vazhdimsi marrin edhe medalje, sa që i konkuron me gjyshin e vet. I thot gjyshit, gjysh, do me të mujt, ty me medalje. Djali ka pasion futbollin, edhe ka shenja premisat mira që edhe mund bëhet, kuptohet, por se sa do arrijë aty e tregon koha pastaj.